Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Shkodrës, vëllezër e motra, zonja e zotëri, përshëndetjet më të përzemërta për ju në këtë shesh, në këtë tubim fantastik, qytetarëve të Shkodrës kudo që janë, banorëve të këtij rrethi, nga Shala Dukagjini, gjerë në Torovic, në Fierz dhe në Velipoj. Nderimin tim më të madh për të gjithë ju. Por sot në kohë që ne jemi mbledhur këtu prag të fitores tonë madhështore, me qindra mira qytetarë nga mbar bota po presin emrin e pshejtërisë së tij papës së sapo zgjedhur. Le t'ju urojmë ne. Le t'ju urojmë ne sukseset më të mëdha në misionin e tij hyjnor, udhëheqjen e miliarda katolikëve në Europë dhe në botë. Le të ndërojmë ne miqësinë tradicionale, shekullore, mijëravjeçare që ka lidhë trojet armënore me Vatikanin.